Dy herë sulmoi Kosovën, për agresion, tjetër gjë, si e interpreton prokuroria, si e formulon agresion për 2023-ën, 2024. Por kë nuk është fundi i agresionit. Unë mendoj që ata janë duke prit rastin, Vučići është duke prit rastin, ai do ta zbatojë ato që ka thonë vitin 1997, dhe kjo është arsyeja pse u themelu ky pakti i mbrojtjes Kosovë-Shqipëri-Kroaci. Ai po e pret rastin që ta bëjë sulmoj Kosovën. Jo vetëm Kosovën, por Kosovën rreth parë. Kosova aktualisht nuk ka klim të qëndrueshme njerëzit të raporte politike ta zënë me miq të saj, me SBA dhe mendoj që a përpiqet ta shfrytëzoj. Unë mendoj që kjo Vučić këtë klim politike, jo shumë dashamirëse që ka Kosova aktualisht me SBA. Kosova mund të ketë përplasje për tema politike, por në fushën e mbrojtjes nuk ka përplasje. Sot në administratën Trump, partneri kryesor në fushën e mbrojtjes për Kosovën është Shtetet Bashkuara të Amerikës. Bashkëpunimi ushtarak me administratën e Trumpit është shumë herë më i madh se me administratën e Biden. Ta shkusim vetëm të bashkëpunojmë me administratën e Bidenit. Kështu që në këtë pikë kjo nuk pse po është një faktor tjetër. S'është më rëndësi një klimë që ndryshme politike Rexhaj e Kosovës me aleatë e saj. Unë mendoj këtu është edhe Shqipëria. Unë mendoj që duhet të ketë një resetim të plot të marrëdhënieve politike mes Prishtinës dhe Tiranës. Është domosdoshme. Nuk fitohen mos votat këtu të bë komente për Edi Ramën, të shkrua ne këndena, të shkruajnë do njerëz, nuk fitohet më vota në Kosovë më atë punë, edhe nuk janë dobishme ato gjëra. Duhet më ul këto sene. Edi Rama nuk ka të shku askund. Edi Rama mund më ndërzu viç Edi Rama. Edhe Albin Kurti nuk ka të shku askund. Albin Kurti mund më ndërzu viç Albin Kurti. Duhet këto dy kryeqytetet tona me bën një reset komplet. Unë i bëj thirrje publike kryeministit të Kosovës dhe kryeministit të Shqipërisë. Mendoj që kjo klim po ndërtohet, kam informacione. Jemi të shku në drejtim të kësaj. Thonë që Kosova dhe Shqipëria të funksionojnë si një trup i vetëm. Njerëzit që shkruajnë budalliqe nëpër Facebook, nëpër sene, përfshi edhe deputet zgjedhur, duhet mendojnë 2 herë para se mu shpreh, para se me fol, para se me do men aty ç'a me bëj Edi Rama, ç'a me bëj ky tjetri ose ne këndej. Edhe duhet Kosova dhe Shqipëria më ul bashkë, me vepru si një trup i vetëm. Si një trup i vetëm. Kjo është domosdoshmëri. Domethënë ne nuk mujna me zgjedh kush e qeverisë Shqipërinë. Shqipëria ka kuptuar që rreziku sert nuk është ligjërim, është tedera. Po, që Shqipëria ka kuptuar që nuk mundet me zgjedh kush e qeverisë Kosovën, e ka kuptuar këtë punë Tirana. Edhe këto dy kryeqytetet tona, ne duhet punojmë drejt një mbrojtje të integruar, shumë është e rëndësishme, një mbrojtje integruar, domethënë që ushtria shqiptare dhe ushtria e Kosovës të veprojnë si një ushtri vetëm, thjesht armata e parë, armata e dytë. Ushtria Jugosllavisë ka pas disa armata, kush e mon men atë kohë. Po jo ka pas, jo korpusi, ka pas edhe armata e parë, armata e dytë, armata e tretë. Edhe domethënë që këtë këto janë parancishme nëse ne shkullim raportet me aleatët. Jo, Këto janë parancishme. I cilësojnë si të tilla ushtarakët e karrierës. Raportet, kjo është pak një farë miti kjo punë, sepse nuk është bashkë ashtu që thonë ata, por Kosova fatmirësisht e ka Shqipërinë, nuk duhet me neglizhu Shqipërinë. Shqipëria është vend antar i NATO-s. Po e thekson në mënyrë të përsëritur. Po, nuk është vend antar i NATO-s. Është front runner për integrimin në Bashkimin Evropian. Mos harrojmë që ku ka filluar procesi front runner i pari ka qenë Serbia, sot nuk është Serbia, është më ka fundi, është bashkë me neve atje dikun. Edhe sot Shqipëria është, ka ndryshuar sot Shqipëria, dhe nuk duhet me neglizhu, duhet me pas shumë kujdes për në raportet me Shqipërinë, duhet me ushqy raportet me Shqipërinë. Natyrisht. E unë pres që domethënë që sa më parë të formohet qeveria e Kosovës, të zgjedhet presidenti, të formohet qeveria, të kemi institucione stabile. Kryeministri i Kosovës shkoi për një vizitë në Shqipëri, t'ja bëjmë qartë botës që ne jemi një trup i vetëm, ato që ka thonë kryeministri Rama dhe ka përsërit sa herë që kush e prek Kosovën e ka prek Shqipërinë, njerëzit ta kuptojnë që nuk është fjalë. Shqipëria ka tregu në shumë raste që është evropiane, madje e ka bërë ato edhe duke pranuar goditje të ndryshme. Por leksione janë nxjerrë. Unë ju garantoj që në Tiranë janë nxjerrë leksione për shumë çka. Gjithë këto vite thu. Po janë nxjerrë leksione, nuk mundet më Beogradi me manipulu Tiranën, janë nxjerrë leksione.
Në kontinuitet janë zjerë eleksione, edhe unë shpresoj që shumë shpejt do vim në ditën kur dhe Serbia do e kuptoj që shqiptarët sot nuk janë vitet e 90-ta dhe se do të reagojnë me një trut vetëm. Një gjatë du të me të kuptu shqiptarët e Kosovës. Se shqiptarët e Kosovës fatkesisht nuk e njohin mirë Shqipëri. Njëjë sikur se ata që nuk na njohin akoma neve mirë. Do duhet edhe disa dekada kjo gjë të ndryshoj. Populli shqiptar i Kosovës, populli shqiptar i Shqipërisë sot nuk është populli shqiptar i viteve 90. Populli shqiptar i Shqipërisë sot është shumë më patriot. Nëse gjeneratat e viteve 90 kanë dalë nga varfëria, nga gjëra, nga mjerimi dhe atë dheu nuk ju ka dhënë kur gjë të mirë dhe kanë thonë ky vend duhet me ikë. Sot rinia në Shqipëri është shumë më patriot. Domethënë, ka ndryshuar gjëra, dhe kjo është duke ndryshuar. Edhe sot në Shqipëri nuk shiten më ato idetë kozmopolite, andekne edhe politikanët e kanë kuptuar që popullin e kanë më patriot, edhe e kanë më patriot si kontributi tyne. Shqipënia jeton më mirë, është më e pasun, Edi Rama është e kryeministri i cili nuk ka komplekse para grekëve kur shkon në Athinë. Do më thonë dhe kjo është shumë më rëndësishme. Për shembull, ne jemi impresionuar me kur ka shkuar në Beograd atëherë dhe i ka thonë ajo në Shqipëri fort nuk i le përshtypje, sepse ata Beogradin e kanë larg. Por kur shkon Edi Rama në Athinë, edhe nuk ka komplekse para grekëve. Me inferioritet, jo. Zero inferioritet. Komunikon Edi Rama me inferioritet. Kjo shqiptarët e Shqipërisë kjo i ban muni krenar, sepse 1 milion e më tepër tyre janë në Greqi. Ata lidhjet me Greqin i kanë organike, se s'ka familje në Shqipëri që nuk e ka një njeri në Greqi. Nuk ka familje në Shqipëri që nuk e ka një njeri që policia greke apo një grek nuk e ka maltretuar në vitet e 90-ta. Vërtet. Edhe ata njihen shumë krenar kur shohin një Edi Rama i cili nuk ka zero inferioritet para grekëve. Janë më patriot. Edhe kjo duhet me na bën neve muni mirë, se në Shqipëri me sentimente patriotike, në Shqipëri e cila investon në mbrojtje, sot Shqipëria është duke investuar në mbrojtje, po investon Shqipëria në mbrojtje. Edhe nëse nuk ka në luftë të madhe mbrana 5 viteve, Shqipëria do ndryshoj muhabeti, domethënë, ne do e kemi një shpinë shumë të fortë. Një shpinë shumë të fortë do e kemi. Edhe për këtë arsye është shumë më rëndësi bashkëpunimi Kosovë-Shqipëri dhe njerëzit duhet të pasë shumë kujdes këtu para se me fol budalliqe, mos me funksionu me lajmet me lajmet vjetra. Gjërat ndryshojnë, gjërat evolojnë, edhe ne duhet të shikojmë përpara.